unë jam Partia Bashkim Popullor i Pensionistëve Shqiptar, ku unë jam kryetari i saj, është regjistruar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për zgjedhjet e 11 maj 2025 dhe më pas i kam njoftu Partinë Demokratike që unë jam i gatshëm dhe jam dakord të jem pjesë e koalicionit me Partinë Demokratike dhe 25 parti tjera. Kam firmuar si jam dakord që t'jem pjesë e këtij koalicionit dhe mas këtij momenti Partia Demokratike ka refuzu me në ataku, me dhënë jetë këtij koalicioni. As është bërë asnjë mbledhje, as nuk është firmuar në një akt, në një dokument, në një gjë, a u them që për më regjistru si koalicion duhet më kry disa formalitete, të cilët do firmosim edhe ne. Për shembull, kur bëhet lista është e koalicionit, lista është e këtyre 25 partive, dhe ti nuk i thret fare këta, si merr mendim fare, nuk kena bu në i kusht që Sali Berisha nuk kena kënë dakord në që me përfajsu Partinë Demokratike në këtë koalicion Sali Berisha.